Univerzum International College në bashkëpunim me Federatën e Basketbollit të Kosovës organizuan turnirin e basketbol me pjesëmarrjen e maturantëve të shkollave të mesme nga e gjithë Kosova. Ngjarja u organizua me rastin e 18 dhjetorit të pavarësisë së Kosovës dhe u mbajt në ambientet e International School of Kosova. Fillimisht, mirë se keni ardhur në turnirin e Univerzumit që e ka organizuar bashkërisht me Federatën e Basketbollit të Kosovës për të shënuar, domethënë 18 dhjetorin e pavarësisë së Kosovës. Është një numër simbolik pasi që ne kemi themeluar 18 ekipe nga shkollat e mesme për maturantët për 18 dhjetorin e pavarësisë së Kosovës. Jo, ne këtu e pa një energji kaq pozitive e kaq mirë dhe është krenari edhe domethënë normal privilegj me po trit të lu me kaq entuziazm me kaq me një vullnet goxha të mirë. Kështu që është loja domethënë single elimination, kushdo që hub domethënë diskualifikohet, ndërsa domethënë çështjen e organizimit tjetër të referave dhe çështjeve teknike, normalisht tu e falenderoj Federatën e Basketbollit të Kosovës, po tu dashmi falenderoj për krahas tjerë korporatën rrugove si Neplexin, Frosin dhe Lirin që na kanë mbështetur këtë aktivitet. Sot është bërë aktiviteti për normalisht për me shënu ditën e pavarësisë, dorsa po besoj që edhe sot Univerzumi ka përgatitur një aktivitet të mbrëmshëm për studentë mbrana, për me shënu 18 dhjetorin. Faleminderit shumë, urime gjithëve. Ky turnir ka për qëllim promovimin e sportit, bashkëpunimit mes të rinjve dhe frymës së garës së shëndetshme, si dhe krijimin e një hapësire të përbashkët për nxënësit nga shkolla të ndryshme të vendit. Në Reza në shkollën ISB. Për ti në pavarësisë Kosovës, që shpesheni, këna orë keq shkollat jena mbledh për me luajtur basket bashkë, edhe më kënaq. Janë të rëndësishme. Kisha thonë shumë se është një mënyrë e çosjes bashkë, me luajtur bashkë, më kënaq edhe kështu. Univerzum College vazhdon të mbajë primatin e kolegjit më të mirë në vend.